Përshëndetje miq të dashur. Sot do t'ju tregoj një nga recetat më të dashura të traditës son. Është byrek me peta të hapura një e nga një, i mbushur me ithra, spinaq, qep të njoma dhe pak qumësht për ta bërë akoma më të butë, me shije që të kthej në kujtime fëmijërie nga kuzhina e gjyshes. Filloj me përgatitjen e brumit, 400 gram miell, pak krip, e përzijmë pak dhe pak nga pak fillojmë të shtojmë diku te 250 ml ujë të vakët. Formohet një brum i butë, të cilin do ta vendosim në një pjatë, do ta mbulojmë me një letër kuzhine. E lëm të pushojmë për 30 minuta. Ndërkohë ne do përgatitemi me mbushjen e byrekut. Këtu kam spinaq dhe qep të njoma, ndërsa këtu si e shikoni janë ithrat, nuk mund t'i prekësh me dorë, ndaj unë i shtyp më parë me duar dhe më pas i gri. Edhe kur i gri unë i shtyp sërish që mos më djegin kur t'i laj. I vendosim në një tigan të thellë, i vendosim në zjarr dhe i lëm të zbuten për 15 minuta. Më pas do shtojmë spinaqin me qep të njoma, të cilat i kam larë, i kam kulluar. Spinaqi nuk ka nevojë shumë të ziej, ndaj dhe unë e vendos të dytin. Ndërsa në tas kam shtuar 2 vezë, i shtojmë 3-4 lugë të gjellës vaj ulliri, pak krip, i bëjmë një përzierje të mirë, shtojmë një lugë të gjellës me miell dhe pak nga pak fillojmë të shtojmë një gotë me qumësht. E përziejmë mirë që mielli mos të krijojë kokriza dhe masën e përgatitur do ta shtojmë në tiganin e thellë ku kam zier spinaqin me ithrat. Sigurisht që në të ka dhe qep të njoma. E shikoni ka rënë nga vëllimi, ka pak lëng, por ky i duhet byrekut për ta bërë edhe më të butë. E përziejmë me salsën e përgatitur. E ziejmë në zjarr edhe 5 minuta që masa të trashet, është mielli ai që jep atë lidhjen e përbërësve. I shtojmë edhe pak gjalpë për shije. I përziej mirë derisa gjalpi të shkrijë plotësisht. Në këtë moment e fikim zjarrin dhe merremi me tërholljen e petave. Edhe brumi ka pushuar mjaftueshëm dhe nuk të mundon fare në tërhollje. Këtë byrek mund ta përgatisni me petët e tërhollura një nga një, por mund ta përgatisni edhe me kulaçka duke i hapur në të njëjtën kohë. Megjithatë, unë sot do ta bëj me petët e tërhollura një nga një. Formojmë 11 kulaçka. Janë të vogla, sa një vezë janë këto kulaçkat. I kemi gati, do fillojmë tërholljen. Gjithmonë unë petët e byrekut i ndihmoj me një sështe dhe do mundohemi t'i hapim sa më të holla. Shikoni sa të holla që u bën këto petë. E hapim petën duke kaluar edhe spondet e tavës, tavën natyrisht që e kam blyer me vaj ulliri. Do fillojmë të tërhollim petët radh, i shtuam pak vaj ulliri, hapim petën e dytë, hapen shumë shpejt kur brumi pushon, pa bërë fare rëmuj direkt, edhe në tavë i krijojmë këto
mbledhjet që mos të dalin me anët shumë të trasha. Do vendosim 6 petë poshtë, dërsa 5 petë do t'i vendosim sipër, vetëm me një shtresë do e shtojmë mbushjen. Me që është një recetë tradicionale, dhe unë mendova ta bëj tamam si nëna ime që i bënte petët një nga një. Në mes vendosëm mbushjen me hithra, spinaq dhe qumësht, dhe sipër vendosim 5 petët e tjera. Shtrojmë petë, shtrojmë vaj ulliri. Në fund fare palosim këtë petën anësore, pak vaj ulliri dhe direkt në furrë për 25-30 minuta në 200 gradë. I shtova dhe pak gjalp sipër dhe ja rezultati. Recetat e gjyshes nuk dalin kur nga moda, edhe byreku i sotëm është një dëshmi për këtë. Ndaj ruajeni traditën, ndani dashuri për gatimin dhe mbani gjallë shijen e shtëpisë. Mirupafshim deri në videon e ardhshëm.